Kuvendi qendror i Alternativës vendosi për shkrirjen e saj në partinë Vlen dhe me këtë rast i pushoi të gjitha organet partijake. Për të diskutuar për këtë temë dhe zhvillime të tjera politike, sonte do të flasim me Driton Solimanin, përfaqësues i Vlenit, njëri zëvendësministër i arsimit. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje zoti Solimani. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Alsat. Zoti Solimani, vendimi u mor, Bekim Sali u autorizua të vazhdojë bisedimet, megjithatë në njoftimin e mbrëmshëm të partisë që përfaqësoni, u tha se para nënshkrimit final duhet të sqarohen disa detaje. Cilat janë ato detaje që duhet të sqaroni dhe me kë? E kemi përmendur edhe më herët se Alternativa si subjekt pjesë e koalicionit Vlen ka qenë interesuar gjatë gjithë këtij procesi që të përmbyllen të gjitha detajet që do ta bënin Vlenin një subjekt të fuqishëm me gjitha karakteristika që do duhet t'i ketë. Kjo nuk kupton që ato detaje parashohin për shembull krijimin e një statuti, i cili statut do të jetë demokratik, do të jetë gjithëpërfshirës, do t'i përfaqësojë të gjitha palët e cilat janë brenda, pastaj krijimin e rregulloreve të ndryshme për funksionimin e gjithë organeve të cilat do t'i ketë Partia Vlen, siç është rregulloria e kuvendit, rregulloria e kryesisë, pastaj përcaktimin e sekretariateve, me cilët sekretariate do duhet të funksionojë Partia Vlen, kush do të udhëheqë ato sekretariate, cilët do të jenë kompetencat e sekretariateve, cilët do të jenë kompetencat e kryetarëve të partive, e sekretarit gjeneral e kështu me radhë. Domethënë, Alternativa ka qenë interesuar fillimisht që të prodhojë një subjekt i cili do të përfaqësojë edhe më mirë shqiptarët e Maqedonisë, jo që deri tash nuk i ka përfaqësuar ashtu, po mendojmë që me krijimin e një subjekti do ta ngrisim edhe cilësinë e përfaqësimit të shqiptarëve. E kjo bëhet definitivisht duke qenë i kujdesshëm që çdo detaj i atij subjekti politik të jetë ashtu sikurse do duhet të jetë ashtu që në mënyrë që do t'i përfaqësojë të gjithë pjesëtarët atij subjekti, sepse Vlen tash do të jetë një subjekt politik në të cilin do të shkrihen 4 subjekte, plus edhe ta përmendim edhe Albërinë, edhe programet do gërshetohen, edhe figurat e ndryshme politike. Kryesisht detajet janë për çështjet organizative dhe programet e partive. Për atë kemi qenë të interesuar vazhdimisht dhe për atë dhe kemi diskutuar në mënyrë të vazhdueshme, kemi përmendur se për ne nuk është shumë e rëndësishme se kush do të jetë lideri e kështu me radhë, po na interesojnë këto detaje sepse jemi shumë të interesuar e jam i sigurt se të njëjtin mendim e kanë edhe subjekte tjera që ta rrisim nivelin e përfaqësimit. A kishit hamendje deri tani pse u vonuat për këtë vendim apo? Jo, nuk është çështje hamendje, këta e tham me plot bindje, për arsye se nëse ka një subjekt i cili mund thirret te Vleni, atëherë ajo është alternativa. Ta përkujtojmë opinionin se subjekti i parë që e mori hapin për ta krijuar Vlenin ishte pikërisht Alternativa, nëse i kujtohet momenti i zgjatjes së dorës Afrim Gashit drejt Bilal Kasamit, e pastaj u zgjerua edhe me Lëvizjen Demokratike të Zotrit Mexhitit, dhe në fund na u bashkangjit edhe Alianca për Shqiptarët, për krahje vetëvendosjes e kështu me radhë. Nuk kemi mundur të pasim dilema, sepse nuk i kemi pasur këto dilema kur e kemi filluar procesin e krijimit të koalicionit Vlen, dhe aq më pak i kemi këto dilema tash kur po mundohemi që atë koalicion ta shndrojmë në një subjekt politik, sepse pikërisht kjo ishte edhe mesazhi i votuesve në 2 ciklet zgjedhore, ato na dojnë të bashkuar dhe ne po punojmë në këtë drejtim për ta bashkuar sa më shpejt Vlenin dhe për ta shndruar në një subjekt politik. Si u prit vendimi i anëtarëve të Kuvendit të Alternativës mbrëm? Kishte zëra të ndryshme apo nuk vendosët? Tash nëse shkojmë në detale, vendimi u votua patëm vetëm një vot kundër, një të përmbajtur dhe 93 vota ishin për. Edhe në diskutimet të cilët e kemi pasur, kam bizotruar, domethënë, ideja që duhet vazhdohet në këtë rrugë, duhet të unifikohet Vleni dhe të shndrohet në një subjekt politik. I njëjti organ e ka marrë vendimin edhe për ta formuar koalicionin, kështu që nuk e kemi pasur to dilema asnjëherë. Këto që thamë më herët detaj që i sqarove pak më parë për programin, për organizimin, sigurisht poshtë lart i keni diskutuar këto 2 vite që jeni bashkë si Vlen, pritet të zgjasin këto bisedime, të marrin më shumë kohë derisa të finalizohet ajo marrëveshja
të zyrtarizohet përfundimisht? Sot me sa dëgjova dhe patell deklarat nga zotëri Bilal Kasami, i cili e përmendi që do të formohen tash komisione, grupe pune, të cilët do t'i konkretizojnë gjithë që i përmenda. Thonë grupet e punës me përfaqësues nga secili. Ka fjalën e keni caktuar një afat kohor apo e keni lënë kështu të rrjedhë? E kemi lënë të rrjedhë natyrshëm, sepse po dëshirojmë të jemi të kujdesshëm në këtë hapa, që në mënyrë që vleni që do të formohet të mos të ketë më probleme të natyrave të ndryshme dhe për këtë arsye nuk po ngutemi, nuk është e lehtë ti shkrish 4 subjekte në një, është një operacion mjaft kompleks dhe për këtë arsye nuk jemi të mendimit se duhet të vendosim afate kohore, mirë po kjo nuk në kupton se edhe do të stërzgjasim këtë proces, sepse mendoj që më ka filluar të bëhet edhe në opinion pak si e tepërt kjo çështja e finalizimit të subjektit vlen, jemi të vetëdijshëm për këtë punë, mirë po në mënyrë intensive po punojmë që të i kalojmë ato dallime të cilët ekzistojnë për brenda, të krijojmë struktura të fuqishme, të harmonizuara mirë, me rregullore, me statut, të cilët do të krijojmë pastaj atë subjektin e fuqishëm që do ta ngrisë përfaqësimin e shqiptarëve në këtë vend. Zoti Selimani, mbetën të njëjtat pozita ato të cilët u përmendën edhe pak më herët, ditëve të kaluara në strukturën udhëheqëse të vlenit, pra me 2 kryetar, ndërsa lideri deri tani shumë i alternativës të jetë sekretari përgjithshëm i vlenit. Ne nuk kemi shprehur ndonjë mendim kundër rreth kësaj, mirë po ne llogarisim marrëveshjen të mbyllur vetëm se kur të finalizohen të gjitha detajet. Mund të ketë ndryshime në këto? Tash ne kemi autorizuar kryetarin ton Bekim Sali për të vazhduar këto negociata. Ai ka të drejtën e plotë dhe e ka autorizimin edhe të Kuvendit Qendror të Partisë që të marrë vendimin i cili ai e shef që është më i miri për strukturat e tona. Keni diskutuar mbrëm në Kuvend se cilat pozita ndoshta do t'i kërkonte Bekim Sali në takim? Nuk mendoj që tash është koha që duhet të shpalosen këto detaje, me vetëm qëllim për të siguruar negociata më të mira, sepse nuk është mirë që tash të pretendojmë se po e dëshirojmë një pozitë të caktuar, e cila gjatë negociatave mund pësoj pastaj lëvizjet të atyre qëndrimeve, po e lëmë kohës, po e kemi besimin e plot në kryetarin Bekim Sali se do ta bëj më të mirën e mundshme edhe në aspekt të krijimit të fuqisë së vlenit, po në përfaqësimin më të mirë të mundshëm të strukturave të alternativës. Si mendoni se do të funksionojë ky modeli i ri për herë të parë në Maqedoni me 2 kryetarë një parti? Është risi në skenën politike. Për shkak se në rajon kemi Kosovë, në Bullgari, në vende tjera të Evropës kemi parti që kanë 2 kryetarë. Në Maqedoni është për herë të parë. Si mendoni se do të funksionojë? Mendoj që do të jetë diçka e re në skenën politike, edhe kemi përmendur edhe më herët se intenca jonë nuk është të krijojmë një parti politike lideriste, sepse jemi dëshmitar të funksionimit të këtyre partive deri më sot dhe nuk është që kanë prodhuar rezultate kushtetis se çfarë të mira. Kështu që ne po mundohemi të sjellim në skenën politike një model të ri të politikë bërjes. Dhe si mendoni se do të pritet tek elektorati ky model, ky vleni i tillë? Mendoj se do të pritet pozitivisht, sepse është edhe diçka e re, nuk është se më herët nuk është tentuar që të zbatohet, po tash kemi edhe një përkraje në elektorat, përkraje të fuqishme, e cila dita ditës po rritet, edhe mendoj që është një model i mirë që do të garantojë edhe përfaqësim shumë më të mirë, nuk do të përqendrohet gjithë fuqia në një figurë politike, sepse kjo në raste të caktuara mund të jetë edhe e rrezikshme për vetë idenë e atij subjekti politik. Mirë po, brenda subjektit politik do të ketë më shumë figura që do ta përfaqësojnë subjektin edhe do të mundohemi që në mënyrë të vazhdueshme ta implementojmë programin dhe platformën tonë politike. Cilat do të jenë ato prioritetet, top prioritetet e vlenit pasi të formalizoni zyrtarisht? Jemi edhe në procedurë të krijimit të platformës së re politike dhe tash për tash nuk mund të shpalos informatat e reja. Gjithsesi, ajo që është shumë e rëndësishme për neve është ngritja e përfaqësimit të etnitetit shqiptar brenda shtetit tonë. Nuk është se edhe tash nuk jemi duke punuar në këtë drejtim, po padyshim se ajo është pika kryesore, mendojmë se ka edhe shumë punë të papërfunduara në këtë aspekt.
Një çështje tjetër strategjike për ne është padyshim integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, që është interes strategjik edhe i shqiptarëve në përgjithësi, po edhe i shtetit tonë, dhe ka edhe shumë punë të tjera që është për shembull tjetra zhvillimi ekonomik. Mendojmë se duhet të jetë një prej temave kryesore në periudhat e ardhshme kohore, sepse mendojmë se shqiptarët përfundimisht duhet të koncentrohen në zhvillim ekonomik, diçka që ka munguar gjatë tyre 20-30 viteve të fundit. Mendoj që gabimisht jemi koncentruar në disa tema të cilët fatkeqësisht nuk e kemi zgjidhur e kemi lënë anë zhvillimin ekonomik, dhe kjo tash po na sjell pasoja, na ka sjell edhe më herët, ta përkujtojmë opinionin se për shkak të kushteve të jo të mira ekonomike, një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve janë shpërngulur në vendet e Bashkimit Evropian, dhe mendoj se ka ardhur koha që pikërisht të koncentrohemi në zhvillimin ekonomik, që të krijojmë mundësi të mira për shqiptarët, për gjithë qytetarët e vendit tonë, që ardhmërinë e tyre ta ndërtojnë pikërisht këto. Zoti Selemani, duke pasur parasysh zhvillimet e fundit tek Aleanca për shqiptarët, marr parasysh se një pjesë e Aleancës është më pjesë e Vlenit. Një vendim i gjykatës që doli dje në favor të Arben Taravarit, një pjesë tjetër e Aleancës mbeti pothuajse në opozitë e vetme. A do të mbyllet dera e Vlenit, a do të zgjerohet, a do të bëni oferta, a do të ftoni edhe partitë të tjera aty u bashkangjiten, apo nuk ka vend për partitë të tjera? Dera e Vlenit asnjëherë nuk është e mbyllur, këtë e kemi dëshmuar pikërisht edhe në zgjedhjet e fundit lokale. A është edhe kjo pjesë e diskutimit? Patjetër. Në zgjedhjet e fundit lokale ishim 4 subjekte politike, në u bashkangjit edhe Lëvizja Arbëria, dhe asnjëherë nuk do ta mbyllim derën edhe për bashkëpunime të reja. Ne si synim e kemi pasur qish kur e kemi krijuar Vlenin, që ta unifikojmë skenën politike të shqiptarëve, dhe tash mendoj se kjo çështje është duke shkuar në udhë të mirë, po shpresoj se edhe në kampin opozitar kanë ide të tilla që përfundimisht shqiptarët të garojnë me 2 kampe politike, të kenë një opozitë të fuqishme edhe të kenë një pozitë të fuqishme, që mendoj se do ta ngrisin edhe nivelin e përfaqësimit të shqiptarët. Kur jemi tek kjo temë, çfarë do të ndodh me Arben Fetajin dhe Fatmir Limanin? Ende janë ministra? Zyrtarisht të dy janë ministra të Vlenit, dhe tash nuk isha dashur të hyj në ndonjë deklaratë për diçka të ndryshme për kësaj. Momenti që do të krijohet subjekti politik i Vlenit, shumë është e mundshme që të ketë edhe ndryshime të figurave të cilët do të përfaqësojnë Vlenin në pozita të caktuara, edhe t'ja lëm kohës ta shohim se çka do ndodh në fund. A i shihni në vlerë këta 2 ministra? Patjetër, unë mendoj që janë vlerë e Vlenit, kanë përfaqësuar deri tash Vlenin, dhe nuk ka asnjë arsye sepse mos të jenë pjesë e Vlenit. Zoti Selemani, të flasim pak edhe për ligjet, konkretisht desha të ndalem tek ligji për përfaqësim. U bën 2 vjet, shumë premtime, ku mbeti ai ligj, askund nuk duket, do të dërgohet këtë javë, do të dërgohet javën e ardhshme, mbas 2 muajsh, u kthye ligji, nuk është dorëzuar në kuvent. Çfarë po ndodh me këtë ligj? Kur do të dorëzohet ky ligj më përfundimisht në kuvent? Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka qenë edhe pjesë e programit tonë zgjedhor, një çështje që nuk është zgjidhur 23 vite të qeverisë së SBDI-s, edhe pse ka qenë pjesë e marrëveshjes së Ohrit. Tani edhe 2 vite të Vlenit. Tash kur janë 23 vite krahasuar me këto 2 vite, unë mendoj që jam shumë i bindur se kjo periudhë kohore shumë më e shkurtër, për dallim prej tyre, ne kemi marrë hapa konkret. Do thonë kemi iniciuar grupe pune të përbërë prej ekspertëve të ndryshëm, të cilët kanë përpiluar një draft të atij ligji. I njëjti draft është dërguar në Komisionin e Venecias, ka marrë dritë jeshile nga Komisioni i Venecias, po tash ku mbeti ligji? Tash është prap i kthyer në komision, në qeveri, po punohen detaje, dhe mendoj që për një periudhë... Ka zvarritje të qëllimshme? Jo, nuk mendoj, vetëm se po jemi të kujdesshëm që ky ligj të jetë sa më inkluziv, gjithashtu para se të miratohet në kuvent, do të shpallet në sistemin ENER, ku do të hapet pastaj diskutim publik, në të cilin do të jenë mirëseardhura edhe idetë e opozitës, edhe të tjerëve, që të përpilojmë një ligj i cili do të jetë sa më i mirë dhe mos na sjell probleme sikur shumë ligje që kanë ndodhur dhe kanë ditur të jenë problematike
që janë miratuar në të kaluarën. Kjo është arsye e vetme. Ju tentoni që ky ligj mos të përfundojë në duart e gjykatës kushtetuese konkretisht. Pikërisht, atë kanë qëllimin për sikurse që po ndodh për shumë ligje të tjera, po jemi të kujdesshëm që ta bëjmë një ligj i cili nuk do të jetë problematik, po do të jetë si ofertë për zgjidh probleme e jo për të krijuar të tilla. Zoti Sulemani, do të flasim fare në fund edhe për një ligj, për shkak se jeni së shpejti jeni emëruar edhe zonës ministër i arsimit. Një ndër çështjet që u debatua së fundmi ishte ligji për arsimin e lartë, kishte shumë vërejtje nga drejtuesit e universiteteve, nga vetë profesorët, nga studentët. Ligji përfundoi afatin në Ener, u tërhoq. Çfarë do të ndodhë me ligjin? Do të miratohet si i tillë apo do të pasojë ndryshime? Ligji për arsimin e lartë paraqet një prej reformave shumë të rëndësishme që ka marrë përsipër kjo qeveri që të zbatoj. Fillimisht është përpiluar një draft verzion i cili ka qenë edhe i konsultuar me profesor universitar, është hedhur në sistemin Ener në diskutim publik, pas të cilës pamë se pati shumë reagime. Ministresha e Arsimit në atë kohë nuk kam qenë, domethënë, pjesë e Ministrisë së Arsimit. Ministresha e Arsimit ka bërë vizita në për të gjitha universitetet, ku ka marrë edhe kritikat, edhe sugjerimet e profesorëve të atyre universiteteve. Tash jemi në fazën ku të gjitha ato sugjerime edhe kritika po mundohemi që t'i përfshim në draft versionin e ri. Mendoj se së shpejti, tash mos më kapni për fjalën 1 ose 2 javë, ligji prap do jetë në sistemin Ener, me gjithë ato ndryshimet të cilet do t'i pësoj, sepse do t'ketë ndryshime, kemi pranuar sugjerimet e universiteteve. Do t'jenë ndryshime simbolike, zoti Sulemani, apo do t'jenë ndryshime përmbajtësore ato që i kërkuan vetë universitetet? Shifne, tash unë mendoj që... Për shkak se vërejtjet kryesore të universiteteve ishin cënimi i autonomisë atyre. Nuk mendoj që do të vijë deri te cënimi i autonomisë, janë pranuar ato sugjerime. Tash duhet ta kemi qartë se edhe Ministria e Arsimit i ka ato politikat e veta dhe synimet e veta të cilet dëshiron t'i arrijë në këtë aspekt. E kjo padyshim është rritja e cilësisë së arsimit. Tash sugjerimet të cilet realisht zën vend, padyshim që do t'i pranoj Ministria. Mirë po së shpejti, ligji do t'jetë prap në sistemin Ener, ku do të mundet publiku t'a shohë se cilët ndryshimi ka pësuar, do t'jetë shumë më mirë se që ishte verzioni i parë, dhe mendoj që padyshim që do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit. Nëse edhe në paraqitjen e dytë për debat publik në Ener, siç thoni ju, prap nuk përfshin ato ndryshimet që i kërkojnë universitetet. Jeni të gatshëm ju si vlen, ndoshta kur ligjet të shkojnë në kuvent të ndërhyni, për shkak se edhe opozita sigurisht do të ndërhyjë me amandamente? Ne do të ndërhyjmë, nuk ka nevojë në parlament të bëjnë ato ndërhyrje, nëse kalon si tillë në qeveri. Duke pas parasysh se jemi pjesë e qeverisë, do të ketë shumë ndërhyrje do t'i bëjmë para se të shkojnë në kuvent. Ligji i kemi edhe ne idetë tona të cilët do t'i paraqesim në atë ligj, padyshim. Keni dhe ju sigurisht edhe ju, keni takuar edhe ju drejtuesit të universiteteve? Patjetër, kam biseduar edhe me ministreshën, e cila domethënë ka gatishmëri që disa gjëra të ndryshohen aty brenda. Zoti Sulemani, faleminderit shumë për kohën që ndatini. Ju faleminderit edhe. Shikues të nderuar, pas pak ne vazhdojmë me informacione të tjera.